Përshëndetje. Këto ditë është ka nisur një debat në fakt për hapjen e një konsullate serbe në Shkodër dhe hapjen e një konsullate shqiptare në Bujanes, pra në tek shqiptarët atje, për shqiptarët atje në sa komunitetit shqiptar që ndodhet brenda territorit të Serbisë. Nëse do të kthehemi, referohemi historisë, në Shqipëri ka patur 3 konsullata serbe, flasim në vitet 30, ka patur një në Shkodër, një në Vlorë dhe një në Korçë. Të treja këto konsullata të hapura kanë punuar padyshim ditë dhe natë për të rrëzuar marrëdhënie kushtetues ose për të krijuar trazira në vend në ato vite, dhe koha dhe historia na sjell në vëmendje Shkodrën. Na sjell në vëmendje Shkodrën, ku fal konsullatës serbe, aty pati lëvizje për të rrëzuar rendin kushtetues. Por mos harrojmë, dhe më e rëndësishmja është që konsullata në Vlorë e Serbisë krijoi një rrjet të tërë bashkëpunëtorësh, padyshim vlonjat, që nga Xhaxhai Hysni Kapos e kështu me radhë, për të rrëzuar ose për të krijuar trazira, ose siç njihet ndryshe komploti i vitit 1932, ku donin të rrëzonin mbretin Zog, pra qeverinë e kohës, dhe në fund mbretin Zog. Ajo fatmirësisht u kap në kohë dhe nuk pati asnjë efekt. Por nga historia kemi mësuar që konsullata serbe në Vlorë investoi shumë nga pikpamja financiare për të blerë shumë personazhe kryesor në gjithë zonën e Vlorës dhe të Llambërisë, dhe arriti qëllimin, por nuk arriti qëllimin final atë të rrëzimit të pushtetit Ahmet Zogu. Gjithashtu dhe konsullata në Korçë, e cila gjeti një terren të mirë për të krijuar rryma komuniste, dhe arriti qëllimin. Dhe mos harrojmë që të gjithë rrymat komuniste aty, pra me investimin serb, më pas u bën personazhe të njohur në drejtimin e shtetit komunist. Dhe kështu që Serbia, padyshim sot, pas 100 vitesh, nuk është se ka qëllim për të hapur konsullat normale në Shkodër për 50 apo 60 serb të deklaruar, por ka qëllim padyshim për të krijuar destabilitet në Shqipëri dhe për ta marrë Shqipërinë destabilizuar, dhe kështu e ka më kollaj dhe destabilizimin e Kosovës. Prandaj duhet të theksoj një fakt tjetër që më bën krenar nga dokumentat arkivore që gjenden aty dhe që gjenden në Serbi, me ndihmën e shumë historianëve në Kosovë, ka mësuar që në një relacion që ka patur Serbia, pra konsulli serb i kohës ose ata që operonin në zonën e Vlorës, jep me detaje familjet të cilët bashkëpunuan, personazhe të cilët bashkëpunuan me serbët, por më bëri krenar një fakt sepse në një relacion të tyre thoshte kemi arritur të depërtojmë tek shumë familje të cilat kemi pasur një bashkëpunim të përkryer, por nuk arritëm dot tek familjet sakrani. Ishin të prerë dhe ishte pamundur që të depërtoje, t'i takoje, jo më që ata t'i bindje të bëheshin në pjesë e interesave tona në e kështu me radhë. Kështu që ky relacion më ka kënaqur, sepse edhe njerë ka treguar që familja Cakrani, familja ime, pararësit e mi, kanë qenë thellësisht kombëtar dhe asnjëherë në interesat Serbisë. U desh që komunistët, ju palaçat komunistë, të cilët na flisin patriotizëm në rrjetet sociale, ishit pjesë dhe jeni pjell e Serbisë. Pra jeni sperma e Serbisë. Dakord? Me rupafshi, jo konsullat serbe në Kosovë. Në Shkodër, padyshim Kosovë jo ajo.